NASA zbulon rezervën e madhe të arit në tokë depozit me 20 milion ton. Ekspertët dhe shkencëtarët e NASA-s kanë zbuluar se oqeanet janë shtëpia e rezervës më të madhe natyrore të arit në botë, e cila është e arritshme në teori për të gjithë. Në fakt, vlerësohet se pothuajse 20 milion ton ar treten në ujin e detit. Megjithatë, përqendrimet e këtij minerali treten një masë shumë të madhe uji, duke e bërë shfrytëzimin e tij shumë kompleks. Për ta kuptuar më mirë këtë, në historinë e njerëzimit rezulton se janë mbledhur rreth 200.000 ton të këtij metali të çmuar, që është 100 herë më pak se sa sasia që përmbahet në dete dhe oqeane. Megjithatë, rezerva më e madhe e arit dhe pse e paarritshme gjendet në bërthamën e tokës, ku sipas gjeologut australian Bernard Watt ka rreth triliona ton. Por nxjerrja e këtij minerali në det mund të dëmtojë ekosistemet. Sfidat teknologjike janë shumë të mëdha për nxjerrjen e arit në këto zona dhe megjithse teknologjia ka përparuar ndjeshëm, është ende shumë e kushtueshme nxjerrja e këtij lloji të mineraleve të tretura, sa i përket dyshemes oqeanit. Këto përmbajnë edhe pasuri më të aksesueshme, veçanërisht në depozitat e sulfurit hidrotermal që çlirojnë minerale nga thellësia e tokës, në Papua Guinea e Re, e cila lëshoi lejen e parë të mineraleve nënujore në botë në 2017 e kaluar. Ky lloj eksplorimi mbart një numër të madh rreziqesh për eksplorime detare, shumë prej tyre ende të panjohura dhe madje të cënueshme. Çdo vit, secila prej këtyre nxjerrjeve mund të shkatërrojë qindra kilometra katror të habitateve detare, duke alternuar zinxhirët ushqimor.